Pak para nisjes së spektaklit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ish banorja Sara Gjordeni ka qenë e ftuar në një emision dhe ka ndarë me publikun një foto që lidhet me peshën e saj trupore. Ajo ndër të tjerash u shpreh: "Unë aktualisht jam vetëm 5 kg mbi peshën time normale, por televizioni shton dhe 5 kg të tjera si gjithmonë." Ajo thekson se pjesën e bukurisë në televizion, ashtu edhe në pasarelet më të mëdha të modës e ka përfunduar prej kohësh dhe se tashmë është në një garë shumë më të rëndësishme të jetë një mami sa më e mirë. Sara tregon se edhe nëse nuk i rikthehet më trupi i dikurshëm premisi, kjo nuk përbën as pak problem për të, pasi tashmë ka sjellë në jetë qenien më të shtrenjtë për të, vajzën e saj, Nea. Edhe sikur të mos vijë më kurrë në formën që kam qenë, besomni, më mjafton që i kam dhënë jetë një ndër krijesave më të bukura që kam parë, është shprehur ajo plot emocione. Ndërkohë Sara Gjordeni pritet që shumë shpejt të nisë emisionin e saj të ri me titull Vajza apo djalë, një projekt i ri televiziv që ka zgjuar interes që në parë lajmërimin që u bë. Na do t'ju kujtojmë se Sara Gjordeni dhe Bardhi u njohën gjatë kohës sa ishin brenda shtëpisë së famshme në Shqipëri dhe tani më ata kanë krijuar një familje shumë të bukur.